të nderuar koleg, edhe po i drejtohem drejt për drejt kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotit Balla. Është e vërtetë që ju sot, në këtë situatë ku jemi, të thoni kryeministrit tuaj dashur, me që keni edhe afrimitet shumë fort me njëri tjetrin, të ndihmojnë ato zonat e veriut dhe të hapet ai tender edhe mos rrim në trafik me fat dëmëtor. Paktën ti kyt bane kyt mirë. Me që e ke thënë edhe shumë herë, që ke shumë miq, ke shumë simpati për atë zona, atëherë ke respekt edhe për ato futbollista si majnë kombëtar në burr, se të arrin me ka dëmëtor në trafik edhe ata, lënë më ne si qytetar. Apo thjesht edhe ajo pjesë nuk ka shumë e rëndësishme, si mas jush. Kur një kohë, vetëm tuneli Llogaras, sa ka kushtua? 194 milion euro. E për çfarë? Po jo them unë. Për çfarë? Sa ty në palas e dikun gjetk jetojnë 2-3 vetë. Po të ena i ka këti veni, zotëri. Pjesa tjetër nuk ka rëndësi. Rëndësi ka të kenë të ardhur ata të kenë mundësi për me shku sa ma shpejt. Kurse pjesa qytetarëve le të vuajnë, le të sakrifikojnë, pse jo? Edhe ti dënoni. A shkrejtësisht normale.